Ndërsa vendi ndodhet prej 2 javësh në fushat elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, prokuroria e përgjithshme njofton se ka regjistruar 14 kallëzime penale. Rastet e kallëzuara deri këtë të hënë janë nga disa qytete të vendit si në Tiranë, Fier, Saran, Durrës, Elbasan dhe Gjirokastër. Sipas prokurorisë së përgjithshme, kallëzimet penale kanë të bëjnë me fushatën elektorale të 11 majit. Deri më 28 prill janë regjistruar në total 14 kallëzime penale për veprat penale, pengimi subjekteve zgjedhore, dëmtimi me dashje i materialit zgjedhor, përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore dhe kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Mëtej prokuroria thekson se 7 nga rastet e këtyre veprave penale janë njoftuar nga policia gjyqësore, 3 nga prokuroria e posaçme, 2 raste nga subjektet politike dhe 1 rast nga një qytetar. Nga raportimet, rezulton se 5 nga kallëzimet janë regjistruar në prokurorinë e Fierit, 3 në prokurorinë e Sarandës, 2 në prokurorinë e Tiranës dhe Gjirokastrës dhe nga 1 rast në prokuroritë Durrës dhe Elbasan. Sipas prokurorisë, një kallëzim nga Durrësi dhe një procedim penal nga Fieri janë dërguar në SPAK.